Ju nuk jetoni në një qendër pritjeje dhe keni nevojë për kujdes mjekësor. Si azilkërkues në Belgjik ju keni të drejtë për kujdes mjekësor. Mjeku i përgjithshëm është personi i parë tek i cili mund të shkoni me të gjitha pyetjet tuaja në lidhje me shëndetin tuaj dhe të fëmijëve tuaj. Ju mund të gjeni mjek të përgjithshëm në çdo qytet. Mjeku i përgjithshëm është i gatshëm për ju, në rast sëmundjeje ose pas një aksidenti. Nëse keni nevojë për ndihmë psikologjike. Për monitorimin e sëmundjeve kronike si diabeti ose gjatështatësënisë. Për t'ju referuar te një specialist ose spital. Ose për ilaçe. Mjeku i përgjithshëm do të mbajë një dosje të përgjithshme mjekësore për ju. Kjo përmban të gjitha të dhënat tuaja mjekësore. Ju duhet të jepni leje për këtë. Dëshironi të shkoni te mjeku i përgjithshëm, atëherë lini një takim fillimisht. Ju mund ta bëni këtë përmes faqes së internetit ose përmes telefonit. Gjatë vizitës, mjeku i përgjithshëm do t'ju bëjë pyetje dhe do t'ju ekzaminojë. Pastaj ai ose ajo do të vendosë se si do t'ju ndihmojë më mirë. Mjekët e përgjithshëm kanë njohuri për sëmundje dhe gjendje të ndryshme. Nëse është e nevojshme, mjeku i përgjithshëm mund të japë ilaçe me recetë. Mjeku i përgjithshëm mund të vendosë t'ju referojë në një spital ose te një mjek i specializuar. Gjithçka që i tregoni mjekut të përgjithshëm mbetet konfidenciale. Mjeku i përgjithshëm nuk ndan informacione pa lejen tuaj. Shpresojmë që ky informacion t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë kujdesin mjekësor në Belgjik. Nëse keni ndonjë pyetje, kërkoni ndihmë nga mjeku juaj i përgjithshëm.